Mendon se ka taktik mbase për të humbur vëmendjen nga protesta? Jo, patjetër që është taktik, por shikosisht është një fyerje. Se ty thuash 10 mijëra njerëzve që ju protestoni kot, ju protestoni thjesht se, ku diun, dikush po ju manipulon rrjetet sociale. Si ore dilka njeriu dhe rri 5-6 orë në protestë se u manipuloka, edhe bën edhe marshim 2-3 orësh përveç se rrin në këmbë. Është e lodhshme, përveç se është e bukur, protesta është e lodhshme. Pra, ata që rrinë e marshojnë për orë të tëra, nga ora 6 nga herë deri në mesnatë, janë duke bërë një sakrificë edhe fizike. Po pse e bëjnë? Sepse ndjejnë përmbushje shpirtërore. Se nuk ka gjë më të bukur sot në Shqipëri, nuk ka spektakël, nuk ka ndeshje futbolli, nuk ka koncert që është më i bukur se protesta. Nuk ka asgjë më të bukur se protesta. Kjo tregon pse stadiumi ishte bosh për shembull kur luante Kombëtarja. Sepse edhe një ngjarje që zakonisht është e bukur është zvendosur nga një ngjarje që është akoma dhe më e bukur. Gjithçka është në, po themi, është pezulluar, të paktën në Tiranë. Gjithkush i ka syt nga protesta, unë jam pjesë e protestës, si të gjithë tjerët, dhe shoh që kur shumësia e qytetarëve marshon nëpër rrugët e qytetit, qytetarët e tjerë që janë trotuar i duartrokasin. Çfarë tregon kjo? Që kjo është një protestë e të gjithë shoqërisht. Është dhe atyre që nuk kanë mundësi të vinë protestë. Është dhe atyre që ndihen të kërcënuar për të ardhur në protestë. Edhe kur ti sheh burra, gra, të moshuar që nga dritarët duartrokasin protestuesit, jemi duke kuptuar që po ndodh një gjë e madhe, dhe këtë sigurisht